Ne Maqedonë jemi, nuk jemi shqiptar. Nusja flitte maqedonisht, ndërsa Vjera vetëm shqip, nuk ja kthen te kur. Kështu që ajo flitte shqip, ajo si kuptohej nuk e di si merreshin vesh. Kështu fëmijët edhe ata nuk dishin maqedonisht. Po ishte diçka e pahijeshme dhe për mu shumë prekse, sa herë para se ti nxjerri këpucët të hyjmë brenda, si që ke ardhur ti në shtëpinë time, dhe do të më thoshte, ne Maqedonë jemi, nuk jemi shqiptar. E nde nuk e hyjmë brenda. Në thësha, po mu nuk më intereson se çka jeni ju. Unë kam ardhur ta vjeli kulturën e popullit tim. A më kupton? Jo se të të pyes ty se çka je ose çka si, mu nuk më intereson. Andaj si do të hyjmë me ato plakat. Do të fillojmë bisedën. Të kaluarën e atyre si kanë qenë. Se të gjitha rritet i kanë bërë bashkë, të gjitha festat i kanë bërë së bashku me muslimanët, e tjerë shumë ka aty.